kur thot Trumpi, vërtet ka pas shenja, sepse edhe ajo që ndodhin në Banjska ka qenë një prej shenjave të tilla, po mos ta vrente atë gjë këfori, po mos ta hetonte shërbimi sekret Izraelit edhe Amerikan, aty sigurisht do të ishte luftë ajo. Do të ishte një luftë qytetare që do të bëhej në veriun e Mitrovicës me këtë Radojčićin, edhe ajo ka qenë planifikuar nga Vučići që të bëhet një luftë e vogël aty brenda vetë komunitetin, ndoshta edhe të vrosin Pelegrin në manaster, edhe të bëhet një lloj lufte civile për të treguar gjendjen e rëndë e cila atëherë thuaj se është në Mitrovicën e Veriut. Dhe për këtë jam I bindur Trumpi edhe ka pasur drejt, sepse po mos të ndodhë ajo, unë nuk mendoj kur që institucionet tona të sigurisë kanë penguar. Unë mendoj që këfori dhe BE-ja, Amerika, me institucionet e veta të sigurisë e kanë hetuar edhe e kanë zbuluar për ndryshe sa për sigurinë tonë, edhe pse policia e Kosovës është në nivel të lartë, por megjithatë nuk kemi ne kapacitete. Dorën e ndërkombëtarëve edhe tek fakti tek largimi I grupit të rreth. Po. Edhe të gjithçka ndërkombëtare, asgjë këtu ne nuk mund të bëjmë pa ndërkombëtarët. Ne nuk kemi edhe numër të konsideruar të policisë. FSK-ja nuk lejohet të veprojë në pjesën tjetër, edhe ne jemi të papërgatitur për të një polici, një ushtri, e cila nuk ka veshmbathje, e cila nuk ka armatimin e duhur, e cila nuk ka ushqim për të ngrënë, sepse krejt këtu I ka bërë kjo qeveri, si ka mundësi të na bëj sigurim të fundit, ato armë që janë futur në Kosovë, ato janë futur në përpika ilegale në kufe që e ruan këfori, ose janë kontrabandum brenda Kosovës. Ka armë që kanë betur para lufte, mas lufte kanë qenë në bunkere të ndryshme, ato ishin armet, edhe pse thuhet që ka pas edhe armë të reja që janë prodhuar nëpër fabrika të Serbisë, mendoj që siguria në Kosovë varet komplet prej këforit dhe prej mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë, për ndryshe, ne nuk mund të ruajmë as për një kohë shumë të shkurtër dhe të jeni të bindur se me zgjedhjet lokale që do të bëhen edhe në veriun e Kosovës, ku do të kthehen kryetarët e komunave serbe, aty gjithçka do të shkojë në gjendjen që ishte edhe më herët. Nuk ka kurrë sovraniteti aty nuk është arritur. Aty flitet për do marrëveshje të targave, janë hapur disa markete, janë hapur disa pika të postës, janë mbyllur disa komuna paralele, okej, krejt janë pozitive, por këto janë në kuadër të marrëveshjeve, të Edita Tahirit, edhe të vetë këtij nën kryetare që është nën zavens kryeministrit Bislimi, dhe ato vetëm janë duke u zbatuar. Ato janë edhe në marrëveshjet Brukselit, janë në marrëveshjet të aneksit të Ohrit, dhe po zbatohen heshtje. Vučići nuk po bën zë, sepse marrëveshjet po realizohen ashtu si janë para po, edhe ne po shkojmë atje po I shkulim disa tabela, disa shenja të komunikacionit, po shkon ministri vetë po merr pjesë atëherë, po merr pjesë herë në një ministër tjetër, atë Elbert Krasniqin, dhe I themi edhe ministrit të punëve të brendshme Sveçljes, edhe ministrit Peci, edhe atij Elbert Krasniqit, nuk jeni ju zotëri për të ndruar tabela të rrugëve. Aty janë punëtorët operativ që ndrojnë ato tabela. Ju jeni për të udhëheq politika të shtetit të cilat I keni në gjendje të rëndë. Kujdesuni që t'ju funksionojnë punëtorët operativ, që t'ju funksionojnë drejtorët e policisë,
që t'ju funksionojnë ata që e kanë menaxhimin në terren, e jo vetë ministri të del dhe të shkul tabela, gjëja po i vendos tabelat në gjuhën shqipe e kutadion, sepse ato janë çështje thjeshta teknike të cilat pare nuk kanë të bëjnë apo nuk e ngarkojnë një ministër apo kryeministër apo qeverinë e Kosovës. Ndoshta janë krejt këto çështje të vogla të cilat unë mendoj që siguria në Kosovë është e bresht dhe ajo në çdo moment, sidomos në pjesën veriore të vendit, mund të eskalojë. Për pjesën e veriut, Erdogani sikur dha garanci, por unë do ju pyesja për atë më ngacmuat pak me marrëveshjen që thatë kjo mund të jetë ndoshta më e dëmshme marrëveshja që mund një tjetër marrëveshje. Çfarë mund do ishte e dëmshme një tjetër marrëveshje që mund bënte Trumpi për Kosovën? Ndoshta skenari i shikimit kufive? Po, e mbojmë me korrigjimi. Mund të parashihet korrigjimi i kufive, edhe aty ne në Kosovë kemi një plag ujmani, liçeni e ujmanit, pasuri kombëtare. Pasuri kombëtare në cilën atëherë në një farë mënyre Trump e ka pas lënë si diçka, si protektorat, edhe bile filluam ne ta quajmë liçeni Trump. Sepse aty është ekonomia Kosovës, aty është jeta Kosovës, aty është toka Kosovës, aty është uji Kosovës, aty është pasuria kombëtare Kosovës. Sepse pa ujmanin, rezervat e ujit në Kosovë për një ditë, edhe 3-4 liçej tjerë artificial që i kemë, Kosovës nuk i mjaftojnë për një verë që ta kalojnë. Po bëni analizë çfarë 380 milion metra kub ujë i ka liçeni i ujmanit. Derisa një liçej tjetër, i dyti më i madh në Kosovë, i ka vetëm 38 milion metra kub ujë në kapacitetet maksimale po flas. Domethënë 10 herë më i vogël se sa liçeni i ujmanit. Vetëm të paramendojmë skenarin më të keq, që të mbetet ky liçej në pjesën veriore. Është mizerje. Atave që e bën në kanalin Iber Lepen, se patëm një akt terrorist atje kur u minua një pjesë e kanalit. Dhe Kosova për një kohë shumë të shkurtër u rrezikua termoelektranët e Kosovës A dhe B, sepse nga aty funksionojnë sistemet e ftofjes. Pastaj kanali sjell ujin në Prishtinë për ujin e pijes, edhe i njëjti kanal sjell ujin për ujitje të tokave. Rishikimi i kufeve do të thotë humbje e ujmanit. Rishikimi i kufeve është humbje e ujmanit. Dhe ne nuk na duhet fare Presheva Bujanovci, edhe për na japin komplet ato, Kosovës nuk i don fare, sepse fundi fundit ajo tokë që e ka Presheva Bujanovci, përveç një pjesë, një popullit vogël, 3-4.000 banorë që kanë në atë pjesë, për ndryshe aty është zbrazur Presheva dhe Bujanovci, dhe ne vetëm ujmanin ta japim me korrigjim të kufeve, për ne është debakël dhe ne nuk kemi të ardhme në Kosovë. Kosova përfundon nëse mbetet Kosova, ju korrigjim, për dhe nëse pjesa veriore merr autonomin si e ka nënshkruar Albin Kurti, jo nuk e ka nënshkruar, po e ka pranuar ta nënshkruaj nga aneksin e Ohrit, sepse ka dhënë autonomi substanciale, ekzekutive, ai thot menaxhem. Vetë menaxhem. Nuk ka vetë menaxhem, se në ekonomi njihen termet menaxhem. Në politikë s'ka menaxhem. Në politikë ka vetë vendosje, ka vetë qeverisje, por ky lloj vetë qeverisjes ju ka dhënë në marrëveshjet e Ohrit Mitrovicës, edhe ajo me patjetër do të zbatohet në të ardhmen, sepse e ka pranuar Albin Kurti, pa marrë parasysh që ai po vazhdon të luajë me
ato marrëveshje me fjalët e veta, jo nuk e ka nënshkruar Vučići, s'ka lidhje. Marrëveshjet ndërkombëtare, nëse i pranon, a nënshkruan as nënshkruan, ato janë të zbatueshme dhe do të na mbaj për laku. Evropa dhe Bashkimi Evropian edhe Amerika do të na mbaj për laku që ju vetë keni nënshkruar marrëveshjen edhe keni me zbatu. Dhe ajo autonomi do të jetë kancer i Kosovës në shumë vitet të ardhshme dhe mu për atë arsye krejt këto shtyrje, krejt këto lojra, krejt këto blokada Albin Kurti i bën për të mos u bërë edhe njëherë kryeministër, sepse të bërja ti kryeministër do të thotë të i zbatoj marrëveshjet që vetë i ka pranu, edhe ato nuk dënë ai të zbatoj. Dënë ta shtyjë kështu si qeveri në largim, si qeveri në krye detyres, por nuk dënë ta marrë legitimitetin edhe njëherë në bazë zgjedhjeve të fundit. Është interesuar të mos bëhet edhe njëherë kryeministër se ka vendime të nënshme për të zbatuar. Zotë Koceri, të falenderoj shumë për këtë analizë të gjerë në disa këndvështrime që bëm, edhe të jam mirënjohës edhe për fjalët e drejtë për drejta, pra për një analizë pa doreza. Pa doreza gjithmonë do ta keni. Të falenderoj shumë edhe të uroj një të diel këndshme. Respekt, ishte kënaqësi të komunikoj me ju. Faleminderit shumë.